Parkun Olimpik vjo numërimi i votave nga Greqia pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Kolegjit Zgjedhor. Atje ndodhet kolegu Igli Çelmeta për të na informuar më tepër mbi ecurinë e këtij procesi. Igli, të përshëndes, si ka ecur deri në këto momente procesi i numërimit të votave nga Greqia? Përshëndetje Ronaldo, procesi i numërimit të votave nga Greqia po ecën me ritme të mira deri në këto momente. Në total nga 195.000 zarfe pra vota të diasporës janë numëruar rreth 170.499 zarfe pra vota të ardhura nga diaspora, ku kanë ngelur për të numëruar edhe 24.500 zarfe vota të ardhura nga diaspora, të cilët i përkasin zarfeve të ardhura nga Greqia. Sa i përket rolit që mund të luajnë në dërimin e mandateve, pra fitimin e mandateve nga Partia Demokratike apo Partia Socialiste nga votat e diasporës, në disa qarqe votat e diasporës nuk kanë ndikuar, por mund të ndikojnë në qarkun e Lezhës, aty ku betejë është interesante. Po bëj një kujtesë për qarkun e Lezhës, ku në rang qarku, pra në votat për qarkun e Lezhës, Partia Demokratike mori në total 29.483 vota, ndërsa Partia Socialiste pra mori 27.585 vota, pra pa diasporën, ku diferenca ishte 1.898 vota para Partia Demokratike, ndërsa sa i përket diasporës nga Greqia, qarku i Lezhës ka pasur në total 11.841 zarfe pra votat të ardhura nga emigrantët nga Greqia, ku janë numëruar deri në këtë moment 11.275 zarfe vota të ardhura nga Greqia dhe kanë ngelur për të numëruar vetëm 566 zarfe vota të ardhura nga Greqia për qarkun e Lezhës. Deri në këtë moment Partia Socialiste kryeson me 5.360 vota, Partia Demokratike kryeson me 3.868 vota, dhe diferenca është 1.498 vota plus Partia Socialiste sa i përket votave të diasporës për qarkun e Lezhës. Por të bëjmë një diferencë pra të kryesimit të Partisë Demokratike sa i përket votave pa diasporën, diferenca e përgjithshme është 406 vota më shumë Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kur kanë ngelur për të numëruar edhe 566 zarfe nga diaspora, pra nga Greqia për qarkun e Lezhës. Dhe Partia Socialiste duhet të marrë një rezultat spektakolar në këto 566 vota për të fituar pra mandatin e 4, pasi qarku i Lezhës ka 7 mandate, një numër tek ku një vot më tepër të siguron një mandat më shumë, dhe Partia Socialiste i duan 407 vota, thellim diferencë më shumë se Partia Demokratike, duke thelluar të diferencë votat vetëm në 566 zarfe pra votat që kanë ardhur nga Greqia, dhe i duhet të paktën mbi 85% të votave që kanë ngelur për të numëruar për të fituar mandatin e 4 në qarkun e Lezhës. Ka duket shumë e vështirë, por do të shohim numërimin e votave, i cili do të vijojë pasi pak minuta më parë ka pasur edhe debate midis përfaqësuesve të opozitës dhe përfaqësuesve të mazhorancës lidhur me numërimin e votave të qarkut të Lezhës për diasporën, ku dy kuptiur ju numëruan dhe rezultati ishte po i njëjtë, pasi pati kontestime nga opozita për parregullsi, por nuk rezultuan të tilla. Tashmë presim që të rinis numërimi për 566 votat, ku Partia Socialiste i duhet të paktën mbi 85%, 90% të votave për të përmbysur rezultatin për të marrë mandatin e 4. Sa i përket qarqeve të tjera në ndikimin e votës së diasporës, deri në këtë moment në asnjë qark votat e diasporës nuk kanë ndikuar për të pasur pra ndryshime mandatesh. Vetëm qarku i Fierit, ku Partia Nisma Shqipëria bëhet, kërkonte një mandat të parë, por deri në këtë moment duket që thellimi i rezultatit nga Partia Socialiste nëpërmjet votës së diasporës është po i njëjtë, por duhet presim të numërimin e votave të tjerë që kanë ngelur pa u numëruar. Nëse Partia Nisma Shqipëria bëhet, do të rritë të fitojë një mandat në qarkun e Fierit. Igli, aty është përshënduar edhe vëmendja më e madhe tani në Parkun Olimpiku po numërojnë votat e diasporës. Kemi parë gjatë ditës së sotme eksponentë të lartë si të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, ka patur edhe shkëmbime replikash mes tyre. A vjojnë të qëndrojnë ende dhe a ke mundur të bisedosh me ta cilat janë pritshmëritë të dyja palëve? Ronaldo, ka ende përfaqësues të opozitës në Parkun Olimpik, po ashtu dhe përfaqësues të mazhorancës. Interesi më i lartë, siç thash, është për qarkun e Lezhës, ku Partia Socialiste pra pretendon të përmbysë rezultatin e votave të marrë në vendin tonë me votat e diasporës. Siç e shpjegova, është paksa e vështirë, por do të presim numërimin e këtyre votave. Këtu ka qenë
përqendrimi i vëmendjes më shumë nga të dyja kampet politike, si nga mazhoranca dhe nga opozita, ndërsa sa i përket qarqeve të tjera nuk ka pasur shumë interes kanë pasur mandatet për listën e hapur, pra të kandidatëve të cilët janë në listën e hapur, ku kanë parë shumë përfaqësues dhe vëzhgues të kandidatëve të cilët janë në listën e hapur dhe pretendojnë të marrin mandate, sidomos për Tiranën, ku në listën e hapur Partia Socialiste ka disa kandidatë të cilët synojnë të thyen rezultatin dhe të futen në listën ku të përfiton një mandat deputeti, dhe për pak minuta, siç tha dhe kryekomisioneri Celibashi, në qarkun e Tiranës ka nisur edhe numrimi i votave preferenciale për kandidatët dhe do të shohim se cilat do të jenë rezultatet e para. Mirë, Igli, të falenderoj për këto detaje që na përsolle nga Parku Olimpik.